Selam aleikum, nëse qëllojmë natën e katërit, nuk duhet fjetur fare gjumë në atë natë? Pak vështirë. Wa alaikum assalam wa rahmetullah. Po kush tha se nuk duhet me fjet, ose kush tha se është haram me fjet? Por duhet kish parasysh. 10 netësh i fundit i Ramazanit, profeti alayhis salam e shtrëngonte si thon brezin e tij. E gdhinte ose fale gjatë netëve të 10 netëshit fundit dhe i zgjonte familjarët e tij. Pra që për kushtimin këto net është më i madh. Ama dikush është në punë gjatë ditës do me fjet, fleja vlla. Po e ndaje një kohë për lutje, për adhurim, për namaz, për shembull me shku me u fal, si i thon, me besimtarët në xhami. Pra ndan një kohë të natës. Gjithsesi, sa më shumë përpiqesh, normal, shpërblime synojmë. Selam aleikum, pyetje direkte. A ti ftojmë për iftar ata që nuk agjerojnë? Aleikum selam wa rahmetullah. Po mund t'i ftosh, ifton për dark. Zoti rrit. Shiko, mund t'i ftosh sepse mund të bëhet shkak që ata t'agjerojnë. Pra në këtë aspekt mund t'a shikosh. Pastaj nuk ka, ajo dark është. Ke shtru një dark, ke ftu, nuk ka asnjë problem. Ama, dhënia e ushqimit për agjëruesit, ky ka shpërblim specifik. Pra me i dhënë për çel një agjëruesi, shpërblehesh sikur ke agjëruar pa ja paksuar shpërblimin atij. Kurse për të fto këtë duash, Zoti rrit. Selam aleikum. Pranohet agjërimi pa namaz? Wa alaikum assalam wa rahmetullah. Kush agjeron ka kryer një shtyllë të Islamit. Namazi është një shtyllë tjetër e Islamit. Është shtyllë më e rëndësishme se agjerimi. Është shtylla e dytë mbas shahadetit. Gjithsesi kush agjeron pranohet inshallah, por fale namazin. Namazi është më i lehtë se agjerimi. Është puna e parë për cilën do të pyetemi ditën e gjykimit. Namazi, kush i fal 5 vaktet i premtohet xheneti. Kështu që fale namazin. Ti po agjeron gjithë ditën, pa ngrënë, pa pirë, ndalohesh nga dëshirat, namazi është më i lehtë. Lidhje me Allahun e lartësuar. Porosia e fundit që kalon profeti alayhis salam falja namazit. Me fal namazin. Si falet namazi i natës? Dhe a bën ne që jemi në moshën 15 vjeçare me fal namaz nate? Patjetër që bën. Ko ka më mirë se sa një i ri i cili rritet duke u bindë Allahut të lartësuar. 7 kategori njerëzish do t'jenë në hije në arshit të Allahut të lartësuar, atë ditë kur nuk ka hije tjetër përveç hijes arshit të Allahut të lartësuar. Një ndër ta, një i ri i cili rritet duke u bindur Allahut. Patjetër që mund të falësh namaz nate. Namazi i natës falet 2 nga 2. Dhe në fund falet vitri. Allahu ju rujt. Normal, nëse ke xhami afër, pra me i fal taravit me imamin, patjetër ka shpërblim pra të veçantë. Shkruhet sikur është falur gjithë natën, pra kush falet me imamin deri në fund. Nuk ke xhami afër ose do më u fal vetë në shtëpi, falesh, Allahu të rujt. A bën të falet namazi i taravis në shtëpi vetëm? Falja gjatë netëve të Ramazanit ka një shpërblim tepër të madh. Vjen në një hadith për profetit alayhis salam se kush falet gjatë netëve të Ramazanit, duke besuar dhe shpresuar, i falen atij mëkatet që ka bërë më parë. A falet vetëm në shtëpi? Falet vetëm në shtëpi, por duhet ta dish se kush falet me imamin, derisa ai të përfundoj, i shkruhet sikur është falur gjithë natën. Dhe ne gjatë muajit Ramazanit taravit i falim me xhamat. Prandaj, ama nëse ti nuk ke mundësi, pra s'ke mundësi, nuk ke xhami afër, nuk ke mundësi të shkosh pra të falesh me imam, me xhamat, me i fal vetëm, me i fal. Allahu ju rujt. Kur është koha më e mirë për të bërë namaz dhe dua tani në Ramazan? O çdo kohë me shfrytëzu. Çdo kohë dhe çdo moment a ke mundësi me bë lutje, me bë ibadet, me përmend Zotin e gjatësisë. Normal, ka disa kohë pra që ti mund të bësh lutje, për shembull, kohën e kur çel iftarin. 3 lutje nuk refuzohen. Ndërto, lutja e agjëruesit në momentin që çel iftarin.
1/3 e fundit e natës, koha ku i madhi Zot zbret në qiellin e dynjas, kohë që shpresohet pranohen lutjet. Pra, me i shfrytzu momentet, sejdët, për shembull namaz, vendi ku njeriu është më pranë krijuesit gjithësisë, shtoj sa më shumë lutjet. Pra, edhe shfrytëzoj gjithë kohën, gjithë momentet, pra kur të kesh mundësi vetëm lutu. Ud'uni astajib lakum, lutuni mua të përgjigjem ju. Me qenë korrekt me namazet. Namazet farze dhe nafile, taravit, pra me u mundu. Selam aleikum hoxh, çfarë ndodh me të vdekurit në jetën e barzahut? A din ata për ne? Wa aleikum assalam wa rahmatullah. Përmendin disa dietar se shpirtrat e besimtarve janë bashk. Shpirtrat e jo besimtarve janë bashk. Sa herë që ndëron jetë dikush, pra për shembull një i afërm, shpirtrat edhe nëse është prej besimtarve, pra kur takohen, interesohen për ata gjallët. Dhe nëse dikush ka ndëruar jetë para këtij dhe nuk ka shkuar aty tek, pra shpirtrat e besimtarve e kuptojnë që ai është me jo besimtarët. Gjithsesi, ky është një mendim i dietarëve, pra që ata interesohen për të afërmit e tyre. Allahu na boft prej atyre që jetojnë si musliman, ndrojnë jetë si musliman dhe i zbatojnë urdhrat e Zotit gjithësisë, e ndrojnë jetë duke qenë Allahu i lartësuar i kënaqur me ta. Amin. Selam aleikum hoxha, a prishet agjerimin nëse jep gjak për me bë analiza? Wa aleikum assalam wa rahmatullah. Jo, nuk prishet agjerimi, pra dhënia e gjakut për analiza nuk e prish agjerimin. Allahu ju rujt. Selam hoxh, a mundemi me lexu Kur'anin me përkthim shqip? Wa aleikum assalam wa rahmatullah. Ku ka më mirë? Me meditu në fjalët e Allahut lartësuar, me lexu kuptimin e fjalëve të Zotit gjithësisë. Inshallah shpërblehesh. Pra, nëse e lexon ashtu siç i ka zbrit profeti alayhis salam, patjetër që ke shpërblim specifik. Pra, një shkronjë me 10 sevape. Por nëse besimtarja lexon edhe kuptimin e fjalëve të Allahut lartësuar, pra lexon ato për shembull shqip, atëherë patjetër që ti po angazhohesh me fjalën e Zotit gjithësisë dhe shpresosh shpërblim. Allahu ju rujt. Selam aleikum, gjatë namazit më vjen një ligështim në bark dhe ndjenja që po vdes. Wa aleikum assalam wa rahmatullah. Ku ka më mirë se sa njeriu me ndru jetë duke u fal. Gjithsesi, përderisa ti po fal namazin, ti do të ndjehesh e lumtur, elhamdulillah, që Allahu i lartësuar po ma mundëson me e kry një urdhër, po ma mundëson pra të lidhem me të, po ma mundëson të zbatoj diçka që ma mundëson xhenetin. Dhe patjetër, gjithmonë shiko pra shpresën, mirësinë që ka njeriu me namazin, shpërblimin e madh që arrihet pra me faljen e namazit. Dhe kjo inshallah ka për të ta mundësu që edhe kur të falësh namazin të ndjesh qetësi. Pra dhe për besimtarin dhe besimtaren nuk ka frikë inshallah. Selam aleikum, grindem shpesh me bashkëshortin dhe familjen pa arsye, si të veproj? Wa aleikum assalam wa rahmatullah. Të këshilloj që ti jesh më e vetë përmbajtur. Ne jemi në muajin e Ramazanit. Dhe normal, në muajin e Ramazanit besimtarja përpiqet me qenë më i vetë përmbajtur, sepse na mëson durimin ky muaj. Ti duron, pra nuk ha, nuk pi, duron nga dëshirat. Atëherë, duro edhe ndaj familjarëve dhe syno shpërblim për këtë. Syno shpërblim. Dhe lutë Allahun e lartësuar se agjeruesja e ka i lutjet pranuar. Lutë Zotin e gjithësisë që t'ju jap mirë kuptim, t'ju jap dashuri, harmoni në familje. Shfrytëzoje me lutje, me dua dhe me bë durim. Syno shpërblim pra duke bërë durim. Allahu ju rujt. I kam pasur 2 abortime, apet thot jam shtatzan, jam me Ramazan, por jam në kohën kur i kam abortuar. Çfarë të bëj? Elus Allahun e lartësuar që fëmia të vi i begat, ta ruaj Zoti dhe të vi i begat, e të jetë kënaqësi për ju dhe bashkëshorten tuaj. Për sa i përket agjerimit, pra ti nëse e shikon që ose ke frikë se e dëmton foshnjën, nuk agjeron. Dhe këto ditë i kompenson mbas Ramazanit,
ose gruaja shtatzan dhe gjithënse ka lehtësim për të, ka një mundësi tjetër. Pra për çdo ditë që nuk agjeron ushqen një të varfër. Allahu i rujt. Pra nëse ke frikë se është shkak pra ndëntja pa ngrënë dhe pa pirë, pra mund të shkaktoj dëme tek fëmia, nuk agjeron. Allahu të rujt. A ka problem nëse ham mish jo halal në Ramazan, sepse ai na gjendet? Allahu i lartësuar na thot në Kur'an: O ju njerëz, ushqehuni me të gjitha ato gjëra të lejuara dhe të mira që gjenden në tokë. Kështu kuptohet prej ajetit. Prandaj i Madhi Zot na porosit që me ushqy me halal, me të lejuara, larg haramit, larg gjërave pra të cilat janë të ndaluara. Dhe kjo gjatë gjithë vitit, po ashtu edhe në Ramazan, nga iftari deri në syfyr. Kështu që përpiqu me ushqy me halal. E nëse ai mishi pra është haram, nuk gjen gjë ose nuk konsumove një herë, 2 herë, derisa gjesh ose të t'jepet mundësia, pra që të ushqehesh me mish dhe me gjërat lejuara. Zoti i rujt. Nëse pi ujë pa dashje, a prishet Ramazani? Nëse ndodh që njeriu pi diçka apo ha diçka me harres, nuk prishet agjerimi, konsiderohet qerasje prej të Madhit Zot. Vazhdoj agjerimin, agjerimi është i saktë, inshallah. Allahu ju rujt. Selam aleikum, a prishet agjerimin nëse kopjon në test? Wa aleikum assalam wa rahmetullah. Nuk prishet agjerimi, por paksohet shpërblimi. Kur ne agjerojmë, duhet që të agjerojmë me ne edhe shikimi jon, mos me pa haram, mos me pa diçka të ndaluar. Nëse kopjon, paksohet shpërblimi. Ti a do shpërblim të madh? A do shpërblimin e plot? Po ashtu unë këshilloj çdo njërin që ti lutet Allahut lartësuar, ti jap sukses. Agjeruesi e ka një lutje të pranuar. Lutju Zotit gjatësisë, përpiqu, mëso, Allahu i lartësuar ka në dorë suksesin.